Emocion, pa tjetër. I nderuar kryetar i Kuvendit të Maqedonisë së Veriut, zotri Gashi, i nderuar kryeministër i Maqedonisë së Veriut, zotri Mickovski, i nderuar kryeministër i Kosovës, zotri Albin Kurti, i nderuar nënkryetar i Partisë Demokratike të Shqipërisë, zotri Boçi, e nderuara kryetare e Preshevës, zonja Sinani, të nderuar kryetar të partive politike nga Maqedonia e Veriut dhe rajoni, të nderuar deputet, ministra, zëvendës ministra, të nderuar kryetar të komunave, të dashur delegat. Kur e nisëm këtë rrugë, vite më parë, nuk e kemi menduar se një ditë do të vi deri këtu. Jo se nuk kemi besuar në idealin ton, por se dinim sa e vështirë është të ndryshosh një realitet politik që për shumë vite dukej i paprekshëm. Sot, duke ju parë të gjithëve këtu, po mendoj për shumë njerëz që kanë qenë pjesë e kësaj rruge që nga dita e parë. Njerëz që kanë besuar në një ide edhe atëherë kur ishte më lehtë të heshtish se sa të flisje. Njerëz që kanë duruar presion, nënçmim, paragjykim dhe megjithatë nuk janë larguar. Dhe mendoj se pikërisht për këtë arsye, ky kongres ka peshë tjetër. Nuk është thjesht një ngjarje politike, është moment reflektimi për një rrugë që ka kaluar në për shumë sprova dhe që tani po hyn në një etapë të re. Kur u themelua lëvizja Besa, shumë kush mendonte se ishte pamundur të krijohet një alternativë reale politike shqiptare. Sistemi ishte i mbyllur, pushteti duke i pakapshëm dhe kishte një bindje të përhapur se asgjë nuk mund të ndryshonte. Por ne besuam ndryshe. Besuam se politika nuk duhet të jetë pronë e askujt. Besuam se shqiptarët meritojnë më tepër se sa retorik të zbrazur. Dhe mbi të gjitha, besuam se populli ynë ka dinjitet dhe nuk duhet të trajtohet si numër vetëm në ditë zgjedhjesh. Në këtë rrugë kemi besuar dhe kemi bërë ndonjëherë edhe gabime. Kemi mësuar shumë dhe kemi kaluar në për situata të vështira. Por një gjë nuk ka ndryshuar asnjëherë. Bindja se ndryshimi është i mundur. Megjithatë, ne jemi këtu për të folur për të kaluarën. Nuk jemi këtu për të folur për të kaluarën. Sot është 9 maj, ditë që na kujton se popujt ecin përpara kur din të bashkohen rreth një ideje më të madhe se vetvetja. Edhe ne po bëjmë pikërisht atë. Jo për të harruar rrugën për ngavim, por për të mos mbetur të ndarë në rrugën që kemi përpara. Sot po marrim një vendim që nuk është lehtë për askënd që ka investuar vite nga jeta e vet në një subjekt politik. Një parti nuk është vetëm logo apo emër. Një parti bart kujtime, sakrifica, emocione dhe shumë njerëz që kanë besuar në të. Pikërisht për këtë arsye, vendimi që Besa dhe të gjithë partitë tjera të bëhen pjesë e një projekti më të madh nuk duhet parë si humbje. Përkundrazi, mendoj se është moment pjekurie politike, sepse ka raste kur duhet të dish të duash më shumë idenë se sa vetveten. Dhe sot, sinqerisht, besoj se shqiptarëve të këtij vendi u duhet pikërisht kjo. Jo fragmentim, por më shumë vetëdije se sfidat që kemi përpara kërkojnë bashkim politik dhe seriozitet. Të nderuar delegat, vlen nuk duhet të jetë thjesht bashkim partish. Nëse mbetet vetëm kaq, atëherë nuk kemi bërë asgjë. Vlen duhet të bëhet kulturë tjetër politike shqiptare. Më e qetë, serioze, më institucionale dhe përgjegjshme ndaj qytetarit. Ne nuk kemi nevojë për politikë që jeton nga zënkat. Shqiptarët kanë nevojë për politikë që ndërton, planifikon dhe mendon më larg se një mandat. Prandaj është e rëndësishme të themi edhe se çfarë përfaqësojmë. Ne jemi parti e qendrës së djathtë dhe këtë nuk e themi si diçka që tingëllon mirë vetëm në letër. E themi sepse besojmë në disa vlera shumë të qarta. Ne besojmë në familje si vendin e parë ku njeriu mëson besimin, përgjegjësinë dhe dashurinë për tjetrin. Besojmë te puna e ndershme, te njeriu që ngrihet herët për të mbajtur familjen e vet.
te sipërmarrësi që rrezikon, krijon dhe nuk pret gjithçka vetëm nga shteti. Besojmë në identitetin ton, në gjuhën, në kulturën, në besimin dhe në ato vlera shpirtërore që na kanë mbajtur bashkë edhe në kohë kur kemi pasur pak mundësi, por shumë dinjitet. Por, po ashtu besojmë edhe në një shtet modern, në institucione që funksionojnë, në administratë profesionale, në drejtësi që është e barabartë për të gjithë, jo nën për dikë e njerëk për dikë tjetër. Për ne, shteti nuk duhet të jetë plaçk, dhe këtu nuk ka shumë filozofi. Aty ku preket paraja publike, aty duhet të ketë përgjegjësi. Aty ku abuzohet, duhet të ketë hetim. Aty ku ka fajin, duhet të ketë dënim. Qytetari nuk duhet të ndjej frikë kur hyn në institucione, dhe askush nuk duhet të ketë privilegj vetëm sepse është afër pushtetit. Ne duam shtet që respekton qytetarin pa dallim etnie apo feje, shtet që krijon mundësi dhe shtet që i trajton njerëzit me dinjitet. Po aq e rëndësishme për ne është edhe decentralizimi. E them këtë edhe nga përvoja ime si kryetar komune. Qytetari zgjidhjet i kërkon aty ku jeton, në komunën e vet. Prandaj, komunat duhet të kenë më shumë kompetenca, por edhe më shumë jete për t'i kryer ato detyrat që i kanë marrë. Do të angazhohemi për më shumë autonomi financiare, ndarje më të drejtë të mjeteve, kriteret të qarta për investime kapitale dhe mbështetje për komunat që kanë mbetur prapa në infrastrukturë. Për komunat shqiptare kjo ka rëndësi të veçantë, sepse aty lidhet arsimi në gjuhën shqipe, kultura, zhvillimi lokal, infrastruktura, rinia dhe cilësia e jetës së qytetarëve tanë. Por decentralizimi duhet të sjellë edhe më shumë përgjegjësi. Kur qytetari ta ketë komunën afër, edhe komuna duhet të ketë qytetarin më afër. Ta dëgjojë më shumë, t'i përgjigjet më shpejt dhe ta trajtojë me më shumë respekt. Të dashur miq, besoj se ka ardhur koha që shqiptarët të fillojnë të mendojnë edhe për dekadën që vjen. Për këtë arsye, mendoj se duhet një vizion i qartë kombëtar për vitet që kemi përpara, një agjendë kombëtare 2036. Një agjendë që nuk fokusohet tek mbijetesa politike, por te jeta dhe zhvillimi. Nëse duam të jemi faktor real në këtë shtet dhe në rajon, atëherë duhet të flasim më seriozisht për arsim, inovacion, ekonomi, kulturë dhe për identitet. Duhet të investojmë në dije, në shkolla më të mira, në universitetet që lidhen me tregun e punës, në teknologji, në sipërmarrësi dhe në mundësi reale për të rinjtë tanë. Duhet të ndërtojmë ekonomi ku të rinjtë nuk largohen sepse nuk shohin perspektivë. Dhe njëkohësisht duhet të ruajmë identitetin ton kulturor si vlerë që ecën bashkë edhe me modernizimin. Ky është vizioni që besoj se duhet të ketë vlen. Një parti që mbron të drejtat shqiptare pa kompleks, por që njëkohësisht flet seriozisht për zhvillim, për shtet funksional dhe të ardhmen. Dhe jemi këtu që të tregojmë se do të jemi konstruktiv kur shteti ecën përpara, por do të jemi të vendosur kur preket gjua shqipe, marrëveshje e ohrit, përfaqësimi i drejtë dhe dinjiteti institucioneve shqiptare. Të dashur delegat, sot nuk po mbyllet një histori e 5 partive, por hapet një fazë tjetër e saj, dhe rruga që kemi përpara nuk do të jetë e lehtë. Nuk ka qenë as edhe deri tani. Besoj fuqishëm se me ndihmën e Zotit, me besimin të njëri tjetri dhe me popullin para do t'ja dalim, ashtu siç ja dolëm deri tani. Ju falemnderit dhe suksese këtij kongresi.